Ju përshëndes, mirë se erdhët. Do të ndalemi në pjesën e parë dhe do të diskutojmë për skemat kombëtare të mbështetjes në bujqësi. Në çfarë faze janë pagesa, duke qenë se krahas fondit vjetor, përmes rishikimit të buxhetit dhe një akti normativ të miratuar në fund vit, qeveria vendosi në dispozicion edhe një fond prej gati 2 miliard lekë, 1.9 miliard për qenë edhe diçka më tepër, në dispozicion të fermerëve. Por në çfarë faze janë pagesat, si edhe ristrukturimi i kësaj skeme, duke qenë se ka nisur një proces konsultimi edhe me fermerët, si edhe disa skema të tjera që po ashtu do të aplikohen në 2026, kam kënaqësinë që të kem në studio zonjën Ardita Kuçi, drejtoreshe e AZHBR. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje Ada, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi që jeni me ne. Një kënaqësi. Në këtë fillim vit që në fakt ka nisur pak zhurmë shumë, sepse institucioni dhe është atakuar në raport me pagesat që duhet të kryen sa i takon fermerëve, lidhur me skemat kombëtare të mbështetjes në bujqësi. Krahas fondit vjetor, përmenda edhe akti normativ në cilin është caktuar një tjetër fond shtesë, le themi, si mbështetje për fermerët në vlerën e 1.9 miliard lekëve. Në çfarë faze janë pagesat për fermerët që të sqarojmë edhe fermerët në të gjitha? Faleminderit shumë edhe për pyetjen. Unë kam qenë disa herë në studion tënde dhe siç e thash është kënaqësi, sepse këtu japim edhe risi dhe lajme të reja në lidhje me skemat mbështetje në bujqësi. Sikurse e kemi diskutuar dhe herët e tjera, ne aplikojmë një skemë mbështetje në bujqësi direkte, pra skema direkte pasi kemi dhe skemën e investimeve, e cila bazohet në parimin e proporcionalitetit. Çka do të thotë kjo? Në raport me vitet e shkuara ku parimi ka qenë se kush vjen i pari, renditet i pari, procesi i disbursimit kryej 100% dhe kryej më shpejt dhe më lehtë, sepse fermerët të cilët ishin të renditur më sipër në listat e aplikimeve, arrinin që të pagueshin 100% të parë dhe aty ku përfundonte buxheti, përfundonte vija e financimit. Dhe në fakt në raport me numrin e përfituesve që kemi në 3 vitet e fundit, numri i përfituesve në kohën kur përdorej ky raport, po themi, ishte shumë herë më i pakët. Ose kjo skem. Me parimin e proporcionalitetit, ne japim mundësi të gjithë fermerëve, të cilët plotësojnë kriteret e përfitueshmërisë, pavarësisht nga momenti se kur ata kanë aplikuar apo data se kur kanë aplikuar, të paguen të gjithë. Duke qenë se buxheti në fillim vit, i cili akordohet skemës direkte apo skemës mbështetje në bujqësi, është gjithmonë më i vogël se sa buxheti i kërkuar nga fermerët në total, kalojmë në pagesat proporcionale në 50%. Pra, fermerët marrin para pagesë gjatë vitit, pasi kanë kaluar kontrollin administrativ, kontrollin në terren për disa masa dhe për disa masa të tjera ndërveprimin me sistemet, paguen në 50% të vlerës së aplikuar. Ndërkohë, gjithmonë në fund të vitit, me rishikimin e buxhetit dhe me akti normativ i cili kalon gjithmonë nga mesi ose fundi i muajit dhjetor, siç ka ndodhur këtë vit, fermerët paguen për pjesën e mbetur të 50%-shit. Pra fermerët do të mund të marrin pjesën e plot të pagesës 100%. Për këtë vit, akti normativ, sikurse e kemi bërë dhe në reagimin ton zyrtar në faqen e AZHBR, është miratuar me vendim të Këshillit Ministrave në datën 19 dhjetor dhe është publikuar në fletoren zyrtare në datën 23. Po hyj pak më shumë në teknikalitete, më shumë për ta sqaruar këtë për fermerët dhe për t'i falenderuar sërish dhe një herë për durimin e tyre, por janë disa procedura ligjore dhe administrative që jemi të detyruar t'i ndjekim në rastin e pagesave nga buxheti i shtetit. Duke qenë se akti normativ u zbardh, u miratua, u publikua në fletore zyrtare, datën 23 dhjetor, dhe mëtej u çel zëri i buxhetit në thesar, sepse të gjitha pagesat kalojnë nëpërmjet thesarit. Në datën 30 dhe 31 dhjetor, janë kaluar të gjitha listë pagesat nga ana e AZHBR për thesarin dhe këto janë nënshkruar dorazi, po themi. Sepse në datën 30 dhe 31 dhjetor, sistemi i thesarit pati një problematik dhe me urdhrin e lëshuar nga Ministri i Financave, të gjitha institucionet buxhetore, qendrore dhe ato të varësisë, siç është AZHBR, i kanë kaluar pagesat e tyre duke i firmosur dhe vulosur. Të gjitha këto pagesa për 65.000 fermer përfitues janë kaluar në thesar në datën 30 dhe 31 dhjetor
dhe më tej thesari ka kryer procedurën dhe procesin e vet të firmosjes dhe të vulosjes, janë marrë nga institucioni dhe janë shpërndar nga bankat e nivelit të dytë. Aktualisht që po flasim, bankat e nivelit të dytë të ndryshme janë duke disbursuar sot, pra duke kaluar në llogarit personale të fermerëve 20.000 pagesa. Ndërkohë që 45.000 pagesa të tjera do të kalojnë në ditët në vijim. Duhet të marrim parasysh që ky është një fluks shumë i lartë pagesash. Banka nga ana e vet, edhe pse ka gjithë disponibilitetin për të kryer në kohë dhe sa më shpejt pagesat për fermerët, është e detyruar që të kontrollojë këto lista me mira fermer, blektor dhe fermer që marrin pagesën për naftën, duke i kontrolluar numrat e tyre të llogarisë 1 për 1. Theksoj që vitin e shkuar dhe këtë vit janë 2 vite që ne pagesën e naftës e kryejmë në llogarit bankare të fermerit, përkundrejt viteve të shkuara që nafta jepej me kartat e litrave dhe tërhiqeshin pranë një karburanti të kontraktuar. Dhe ne dim që pjesa më e madhe e përfituesve janë nga skema e subvencionimit të naftës, mbi 52.000. Kemi për të ndalur pak tek procesi dhe ajo që ju përmendët duke sjell dhe në vëmendje, por edhe duke u ndalur tek gjithë praktika e ndjekur që pas miratimit të aktit normativ. Një kohë e nevojshme kjo mund të ishte shmangur, mund të ishte përshpejtuar në mënyrë që fermerët i përfitonin më herët këto pagesa? Unë gjykoj, por e lë dhe në gjykimin tuaj që është një kohë më se e nevojshme, të paktën për aparatin e institucionit, pavarësisht se ne ato ditë të pushimit kemi punuar dhe jo vetëm ato ditë, sepse që ato lista të përgatiteshin për të paguar në momentin që akti normativ do të kalonte, u duhej dhe disa javë përpara, ku stafi ka punuar vazhdimisht dhe në ditët e pushimit, dhe në data 30 dhe 31 dhjetor, ju mund të imagjinoni vetë se çfarë do të thotë të firmosen 65.000 fermerë të cilët kanë përfituar këstin e dytë. E kanë përfituar këstin e parë dhe kjo ishte pagesa për këstin e dytë. Pra manualisht u firmosen 65.000 pagesa të cilat kaluan në thesar dhe tashme janë në bankat e nivelit. Tani 20.000 pagesa janë gjeneruar. Po, 20.000 janë duke u gjeneruar sot, ndërkohë që pjesa tjetër? Pjesa tjetër do gjenerohet në ditët në vijim. Pra kemi dje, sot dhe besoj brenda javës, shpresoj shumë që bankat të vijojnë me këtë ritëm për t'i kaluar fermerët dhe sigurisht them sërish shpresoj në durimin e fermerëve për të marrë pagesat. Pagesat janë të sigurta, kanë kaluar në thesar, kështu që do jenë në llogaritë e tyre shumë shpejt. Ne përmendëm fondin shtesë të akorduar për skemat e mbështetjes, skemat kombëtare të mbështetjes, duke përfshirë edhe skemën e subvencionimit të naftës. Krahas fondit shtesë, edhe fondi vjetor i vënë në dispozicion, sa shkoi gjithë paketa e mbështetjes për fermerët në 2025-ën? Gjithë paketa e mbështetjes së fermerëve në vitin 2025 përfshirë këtu dhe mbështetjen për investimet shkojnë në 6.4 miliard lek, ose 64 milion euro. Doja të kthehesha dhe pak tek skema direkte. Vlen shumë të theksohet dhe ne duhet fillojmë tani të ambientohemi dhe me mënyrën se si disbursohen pagesat edhe në vendet e Bashkimit Evropian. Për shembull, në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, pagesat direkte kësti i parë i tyre fillon të paguhet nga data 15 tetor. Kjo është pothuajse e njëjtë për gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Ata kryen kontrollet administrative, kontrollet në teren, për aq sa e kanë të parashikuar në rregulloret e tyre, dhe në datën 15 tetor, fermerët marrin këstin e parë. Sepse e njëjta procedurë buxhetore funksionon dhe në vendet e Bashkimit Evropian, dhe mëtej në fund të vitit marrin pagesat e këstit të dytë. Pra duhet të kuptojmë është i njëjtë grafiku edhe i aplikimeve dhe i disbursimeve? Është gjithmonë në raport me fermerët që ka një vend antar. Pra mund të ketë një vend që ka më pak se 100.000 fermerë, mund të ketë dhe një vend tjetër që ka mbi miliona fermerë. Por ajo që ndryshon është që në vendet anëtare, disbursimi për skemën direkte kryhet bazuar në sistemin që ne e quajmë Ajax, ose sistemi i administrimit të dhënave të integruara, që do të thotë është e lidhur me një sistem që identifikon parcelizimin e tokave, një sistem që ne po e ngrem tani, duke qenë se kemi çelur negociatat për kapitullin 11 dhe do të thotë që procesimi do të kryhet akoma më shpejt. Nëse ne sot marrim kohë për të kryer verifikime administrative bazuar në dokumentacion i cili nuk është i hedhur në një sistem
identifikimi parcelash, por është i skanuar dhe i hedhur në një sistem aplikimi. Në momentin që ne do të kemi sistemin e parcelizimit, do ta kemi shumë më të thjesht për të procesuar dhe një numër shumë më të lartë fermerësh dhe për t'i paguar dhe më herët. Ka nisur ky proces për ngritjen e këtij sistemi që është një barrierë më pak në këtë drejtim? Ky sistem jo vetëm është një barrierë më pak, por ky është një sistem kyç, i cili në radhë të parë garanton pagesa të drejta, të cilat shkojnë tek fermeri i cili punon tokën, dhe në radhë të dytë është sistemi i cili garanton institucionit të Ministrisë së Bujqësisë dhe Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural ose Agjencisë së Pagesave që të disbursoj fonde nga Bashkimi Evropian. Pra është një parakusht që në kapitullin 11, në procesin e negociatave që ne kemi çelur me klasterin e fundit, me Bashkimin Evropian, ne duhet të ngrejmë këtë sistem në mënyrë që të sigurojmë pagesa të drejta, pagesa të shpejta dhe pagesa nga buxheti i Bashkimit Evropian. I referohet kjo sistemit për regjistrimin e parcelave të tokës bujqësore? Ky është një sistem i cili nuk zvendëson rolin e sistemit të kadastrës, pra kemi dhe digitalizimin nga ana e kadastrës, që duhet jenë paralel, sepse nëse nuk ka të dhëna për tokën bujqësore, dhe nëse nuk është regjistruar në emër të fermerit, ne dim se sa problematika ka në raport me titujt e pronësisë. Në fakt, ajo që në Bashkimin Evropian ndodh dhe se si operohet, është që fermeri i cili punon tokën është fermeri i cili merr pagesën. Qëllimi është që toka të punohet. Toka të mos ngel djerë, toka të rigjenerohet dhe toka të prodhoj. Nuk është e lidhur domosdoshmërisht me titullin e pronësisë. Madje, në komentet në pozicionet e tyre negociues nga Komisioni Evropian, është pranuar që për të populluar këtë regjistër të identifikimit të parcelave dhe për të kryer pagesat, ne mund të vijojmë edhe me titull pronësie si AMTP. Mjafton që ne të mos kemi mbivendosje dhe të mos kemi disa fermerë të cilët pretendojnë një tokë. Pra nëse fermeri Ada, po them në rastin tuaj, është ajo që e posedon atë tokë dhe e punon atë tokë, qëllimi është që toka të punohet. Ai fermer do të paguhet. Se mund të ketë edhe nga ata të cilët me kontratë qiraje shfrytëzojnë toka. Mjafton që fermeri dhe ai është një proces identifikimi që ne do të kryejmë. Ky sistem ka përfunduar procesin e pilotimit në një nga rajonet, pra në një nga qarqet e Republikës Shqipërisë, me mbështetjen e Komisionit Evropian dhe të një projekti, në qarkun e Beratit, dhe të një projekti nga UNOPS, i cili është sërish në bashkëpunim me kadastrën shqiptare, dhe në këtë moment jemi në fazën e përfundimit të termave të referencës dhe së shpejti nisim prokurimin e sistemit. Pra, brenda vitit 2026, ne duam që sistemin ta kemi gati të blerë, të prokuruar dhe ta popullojmë me të dhëna dhe mëtej ta testojmë gjatë vitit 2027 dhe pra 2027 do të jetë një vit 2027 është vit vendimtar, është test, është sprov, është viti ku proceset e integrimit do finalizohen. Në raport me procesin e integrimit, është i vonuar procesi i ngritjes së këtij sistemi, duke qenë se hapja e negociatave është paralajmëruar të paktën apo është. Në fakt, ajo që unë mendoj është që ne jemi një moment shumë të mirë për ngritjen e këtyre sistemeve, duke marrë dhe shkas nga diskutimet që kryej me kolegët e mi në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Në këtë moment që teknologjia ka avancuar kaq shumë dhe ne mund të kemi një sistem shumë të mirë i cili të ketë dhe kapacitete ruajtëse të dhënave të fermerëve, të imazheve satelitore, sepse çdo pagesë do të kryhet tashmë nga zyra, duke marrë për bazë imazhet satelitore që do të gjenerohen nga satelitë që rrotullohen drejt pra rreth rruzullit toksor një herë në 4-5 ditë. Dhe ti do ta shohësh në kohë reale tokën e fermerit e cila është e pluguar, e cila është e mbjellë, e cila është e korrur, dhe ti sezonalisht duke marrë imazhe her pas here nga satelitët, verifikon dhe vërteton që ky fermer e posedon, e punon atë tokë dhe e paguan menjëherë nga sistemi. Kontrollet në teren, sipas legjislacionit Bashkimit Evropian për bujqësinë, janë deri në 5%.
Pra nuk ka nevojë që të kryejmë kontrolle në teren 100% për masat mbështetëse. Përveç se në rastet kur janë të orientuara dhe kur ka sinjale për sigurisht që kur ka abuzime. risk të lartë pas një vlerësimi risku apo kur ka një sinjal paregullësie, patjetër që kontrolli në teren është i detyrueshëm. Por në shumicën e rasteve dhe vendet e Bashkimit Evropian kontrollet i kanë 1%. Sepse legjislacioni thot deri në 5%, që do të thot mund të kontrollosh 1, 2, 3, 4 ose 5. Në raport qoftë me sektorin bujqësor, pra në makro, por edhe me skemat e mbështetjes në bujqësi. Edhe gjithmonë në kuadër të përafrimit dhe antarësimit në Bashkimin Evropian. Ka nisur një proces riformatimi, pra një proces ndryshimi edhe si rrjedhoja apo si domosdoshmëri për të përqasur me skemat që aplikohen në vendet e Bashkimit Evropian. Në këtë kuadër, duke qenë se keni nisur edhe një proces konsultimi me fermerët për të ripar skemat kombëtare të mbështetjes. Ne kemi thënë që pavarësisht se mund të jenë skema që mund t'jenë konsideruar efektive, gjykohet që e kanë mbyllur deri diku ciklin, sepse arritën një komponent që sollën më shumë fermer të formalizuar, por megjithatë mbështetja vjen të jetë e kufizuar dhe impakti në sektor vjen të jetë jo në nivelet e pritshme. Në këto kushte, ky procesi i konsultimit që ka nisur me fermerët, çfarë ka vënë në pa? Cilat janë nevojat që ato kanë edhe cila do të jetë qasja drejt sektorit? Pra, çfarë komponentët do të ndryshohen në drejtim të mbështetjes së fermerit? Është e drejtë ajo që ju thatë që në rrugën e integrimit dhe të kapitullit 11, ne duhet të fillojmë dhe të përafrojmë masat tona mbështetëse direkte me ato të Bashkimit Evropian. Më shumë për të mësuar fermerët tanë se çfarë na pret në momentin e integrimit, sepse në fakt ne flasim për vendet Bashkimit Evropian të cilat paguajnë vlera ndoshta më të larta apo kanë shumëllojshmëri masash mbështetëse sepse kanë buxhete shumë të larta. Sigurisht që ju e thatë që është e pamjaftueshme, ndoshta gjithmonë në bujqësi nuk do jetë e mjaftueshme një shumë e dhënë apo e akorduar edhe në vendet e tjera, jo vetëm në vendin tonë. Bujqësia është shumë dinamike dhe kërkon gjithmonë mbështetje. Por fermerët duhet të fillojnë avash gradualisht të ambientohen me kushtet, sepse Evropa dhe Bashkimi Evropian, po themi DG Agri, vërtet jep financim të lartë për bujqësinë dhe për fermerët, por nga ana tjetër ka kushtëzime. Çfarë do të thotë kjo? Që një fermer të përfitojë për një masë të caktuar, ai duhet të japi një benefit tokës, ndryshimeve klimatike. Pra nuk mjafton vetëm që ti të kesh një vresht të cilin e lë ashtu të vegjetoj dhe çfarë të marrësh nga ai vresht apo nga ajo ullishte. Duhet që patjetër këto pagesa janë me kushtëzime. Ka kushte që duhet të mirëmbash tokën. Pra toka duhet jetë e mirëmbajtur. Shkon në një ullishte dhe nuk, nëse e shikon që ajo është e degraduar dhe ka disa vite që duket, pra ekspertët e fushës e njohin që aty toka nuk është punuar, atëherë ti nuk e përfiton pagesën. Fermerët e Bashkimit Evropian dhe fermerët shqiptar, kur ne jemi vend antar i Bashkimit Evropian, do të paguhen, do të kemi shumë masa mbështetëse dhe buxhete shumë më të larta, por duhet sot të fillojmë të ambientohemi me kushtëzimet që në momentin që ato do të aplikohen, mos të vinë si sfidë ndaj fermerit dhe të mos i pranoj ato. Ne nuk e kemi nisur ende këtë proces, jemi në fillimin e tij, kemi filluar konsultimet me grupin e punës. Duket jetë një rrugë e gjatë dhe goxha sprovuese. Gjithmonë edhe në raport me fermerin, se sa gati mund të jenë ata për të kuptuar edhe filozofinë e mbështetjes. Ky pastaj është detyrimi yni që ne fermerët ti informojmë dhe do kemi sigurisht një fushat shumë të gjerë informimi në momentin që ne do të popullojmë këtë sistem që unë ju thash, pra sistemin e parcelizimit, do t'i shpjegojmë fermerëve se çfarë do të jenë masat e tyre përfituese, sa do të përfitojnë, çfarë kushtesh duhet të përmbushin për të përfituar, dhe besoj se kjo do jetë diçka që do amortizoj deri diku edhe do pranohet nga fermeri, përsa kohë që dhe masa e financimit do jetë e konsiderueshme. Por ne duhet ta kemi këtë në mendje. Pra, pa i bërë një shërbim, dhe atë shërbim ja bëjmë të gjithëve, nuk ja bëjmë vetëm parcelës tonë, apo sepse ajo shkon dorë pas dore, ne nuk do të mund të përfitojmë dot nga buxhetet e Bashkimit Evropian. Dhe këto janë standarde më tej për cilësinë, për sigurinë ushqimore dhe për
mbrojtjen e tokës dhe të ambientit. Sepse kjo shkon për te individit, shkon për te një ferme. Kjo është një politikë, le të themi, kombëtare dhe është siguri kombëtare, sepse është siguria ushqimore. Megjithatë, unë jam e bindur që fermerët do ta duan. Gjithsesi, ne nisim mbas mesit, në mesin e janarit, nisim procesin konsultativ me fermerët, me takime në të 12 qarqet, ndoshta dhe në disa rrethe në qarqet cilat janë potenciale dhe kanë numrin më të lartë të fermerëve, nga ku do të ulemi me ta, ndoshta kjo është ndoshta hera e parë në këto vitet e fundit që ne konsultohemi përpara me fermerët se të propozojmë një draft vendimi Këshillit Ministrave. Dhe është gjëja e duhur, dhe është gjëja e duhur dhe shumë e mirë. Veç tyre nuk ka askënd tjetër që mund të parashtroj problematikat apo sepse janë ata në vijën e parë. Patjetër janë ata në vijën e parë dhe më mirë se ata nuk dinë. Edhe ne që jemi këtu pa diskutim, mund të flasim në pozita teorike, por praktike janë ata që përballen dhe që kanë nevojë edhe në momentin ku përballen me këto vështirësi të suportohen, të asistohen. Do dëgjojmë fermerët dhe sugjerimet e tyre në lidhje me skemat, masat mbështetëse, çfarë ne kemi menduar si masa parafruese me masat e Bashkimit Evropian dhe më tej pastaj do dalim me një draft fillestar dhe do të kalojmë për miratim. Keni ju miratim. piketa në këtë proces konsultimi që do thot ka diçka të ravizuar? Ende nuk kemi diçka, jemi në faza diskutime shtona të brendshme, presim që të marrim dhe opinionin e fermerëve në lidhje me masat direkte, në lidhje me fushat, në lidhje me rajonizimin. Pra ndryshe e dëgjojmë një fermer i cili ndodhet në një ultësirë, ndryshe e dëgjojmë një fermer i cili ndodhet në qarkun e Fierit, ndryshe është një fermer i cili është në qarkun e Kuksit. Është më pak i avantazhuar, duhet ta dëgjojmë dhe atë nevojën e tij. Do shihet mundësia e një mbështetje jo të unifikuar, që do thot një mbështetje rajonale, apo si pas zonave që do thot nisur dhe nga ajo që ju parashtruat, që problematikat, nevojat janë të ndryshme nga njëra zonë në tjetrën. Do të ketë parasysh kjo në mënyrën se si do t'i qaseni në këto ndryshime? Pra duke mos sjell një formulë standarde, le të themi, por një formulë e cila ju parafrohet nevojave të tyre? Është e nevojshme që të paktën, pra ne këtë e kemi dhe praktik në programet e tjera që mbështeten nga Bashkimi Evropian, që fermerët të cilët janë në zona më pak të avantazhuara janë ata fermerët të cilët kanë dhe mas më të lartë financimi. Nuk është e njëjtë që të kesh një tuf, po themi baktie në malet e Dibrës, njësoj me një tuf baktie në një regjim stallor. Pra, në qoftë se ne themi mbështetje për krerë, nuk është e njëjtë sforcoja e fermerit i cili shkon dhe është në mal me ato të një fermeri i cili ka një stall me këto krerë. Megjithatë, ky është synimi ynë fillestar që t'i dëgjojmë të gjithë, të dëgjojmë dhe fermerët cilët janë në këto zona më pak të avantazhuara dhe më tej të kalojmë në një draft për vendim të Këshillit të Ministrave. Po shpresoj të jetë gati brenda 2 mujorit të parë, por gjithsesi nuk dua të jap një deadline. Kjo do të thotë që skema e mbështetjes për 2025, për vitin aktual, 2026, do të jetë dhe do të vi me risi? Patjetër që do jetë me risi. Pra do të nisi zbatimin që për këtij viti. Do nisi zbatimin që për këtij viti dhe do të jetë me risi. Është dhe një angazhim që kemi marrë në pozicionin ton negociues të kapitullit 11. Sigurisht që skema e këtij viti është lançuar gjithashtu edhe nga ministri dhe nga kryeministri. Skema do të rishihet dhe do të ketë risi, patjetër. Sa i takon fondit për vitin 2026, sa do të jetë mbështetja? Fondi për vitin 2026 fillestar është në vlerën 5.4 miliard lek, ose 54 milion euro, për mbështetjen e bujqësisë. Por, sigurisht gjatë vitit, si që ndodh dhe këtë vit, pra si që ndodh dhe vitin para ardhës 2025, ne në bazë të kërkesave që do të marrim dhe të këtyre risive në skemat mbështetëse, do t'i drejtojmë Ministrisë Financave dhe Qeverisë Shqiptare për mbulimin 100% të aplikimeve. Duke pasur parasysh që në vitin 2026, pra në këtë vit, zbatojmë dhe skemën e investimeve të cilën e kishim nga vitin 25-26, pra është skemë investimesh me koshtrirje 2 vjeçare, nuk është një skemë e cila është lançuar në vitin 2025 dhe po mbartet. Pra skema e investimeve është ajo e 2025-2026. E cila është në fazën e shqyrtimit administrativ, deri në datën 27 shkurt të këtij viti,
Duke qenë se kemi patur një numër shumë të lartë aplikimesh, pra 801 aplikime, në raport me 400 aplikime të thirrjes së shkuar, kemi 2 fishin, masat mbështetëse janë 9, dhe nevoja për buxhet është 34 milion euro, në raport me 20 milion euro që ne kemi në dispozicion për këtë skemë. Për skemën e investimit në ferma? Po, për skemën e investimeve në ferma. Kjo skemë do të zbatohet këtë vit dhe do të paguhet deri në fund të këtij viti. Ndërkohë, përpara se të ndalemi tek edhe instrumenti i garancisë sovrane, që pashtu ishte i rëndësishëm vitin që shkoi, duke qenë se ju krijonte mundësinë fermerëve që të financoheshin nga sektori bankar përmes kredive me interesa të reduktuara. Dua të ndalemi pak dhe kjo ka të bëjë me skemat e mbështetjes, duke qenë se përgjatë këtyre viteve, kur ka nisur të aplikohen skemat e mbështetjes apo skemat kombëtare të mbështetjes në bujqësi, ne luhatemi në të njëjtat nivele fermerësh që përfitojnë mbështetje. Pra, jemi diku 65-70.000 fermerë të cilët kanë mundësi që të marrin mbështetje nga ana e qeverisë, nga ana e Ministrisë së Bujqësisë. Duke qenë se i gjithë ky proces po riformatohet, pra skemat po rishihen, do të jetë po ashtu qëllim në vetvete që të zgjerohet edhe numri përfituesve, pra që të mos jemi në të njëjtat nivele lidhur pra me atë çfarë ka ndodhur qoftë vitin e kaluar apo vitet e mëparshme kur mbulimi ishte i tillë, pra ishte në këto shifra. Do të shihet mundësia që ta kapërcejmë këtë shifër, sepse fermerët që kanë nevojë nuk janë kaq, janë edhe më shumë. Kështu që do të jetë kjo në fokus? Sigurisht që është në fokus. Unë të falenderoj edhe për pyetjen, por edhe për logjikën e mpret, sepse sigurisht që të çon aty. Është një angazhim që ne kemi marrë dhe kemi shkruar në letër dhe ne parashikojmë që në regjistrin ton të fermës, pra që është një regjistër i cili ndërvepron me të gjitha këto sistemet që do të jenë pjesë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe Bujqësisë, parashikojmë që të kemi 150.000 fermerë të regjistruar. Sigurisht që ne duhet të kryejmë këtë parashikim në mënyrë që në procesin që jemi të negociatave me Bashkimin Evropian, ne të kemi një shifër të qartë, sepse në fund të ditës ne do të kemi një zarf, siç e quajnë në gjuhën e Bashkimit Evropian, një zarf me para që do t'i kërkojmë Komisionit Evropian dhe që do t'i akordohet Shqipërisë për fermerët. Dhe sigurisht që numri pritshëm për fermerët tanë të regjistruar dhe përfitues shkon në 150.000. Dhe sigurisht që skema që ne po rishohim dhe po dalim në konsultim me fermerët, fillon dhe synon që të filloj të rrisë numrin e përfituesve, pra fermerëve. Sigurisht që të jemi të bindur që në momentin që ne do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, do të kemi një mori masash mbështetëse, të cilat do të jenë të lidhura me këtë sistem identifikimi dhe pagesash. Pra fermeri mjafton që tokën ta punoj, mund të mbjell kultura shumë vjeçare, qoftë edhe barë, por ajo tokë të mos rri asnjëherë e pa punuar asnjëherë djerë. Duke e punuar këtë tokë, ne i bëjmë shërbim atë që thamë të gjithve. I bëjmë shërbimin vetes tonë, familjes tonë, fermeri merr pagesën, i bëjmë shërbime tokës së tërë bujqësore shqiptare, i bëjmë shërbime ambientit dhe klimës. Kështu që unë jam shumë optimiste dhe sigurisht që do shkojmë drejt kësaj, por këto janë 2 vite shumë decizive, janë 2 vite me tepër ngarkesë, dhe nga ana administrative, dhe në procesin e negociatave, dhe në ngritjen e sistemeve, dhe në ngritjen e një agjencie pagesash e cila shkon në linjë me ligjin e Bashkimit Evropian, pasi agjencia e pagesave do të ristrukturohet dhe do të zgjerohet akoma më shumë, do të kemi zyrat rajonale të cilat do të jenë më të shumta në numër që do të ndihmojnë fermerët në proceset e aplikimeve. Pra nuk e egzagjerimë kur thamë që ky është një proces riformatimi dhe transformimi rrënjësor. Është transformim rrënjësor. Kështu që do jetë shumë punë e përbashkët, jo vetëm nga ana, jo vetëm nga njëra anë, sigurisht që nevojitet dhe duhet bashkëpunimi me fermerët. Pra duhet që të gjejmë gjuhën e përbashkët dhe ata dhe ne me ta. Duhet është një proces shumë i rëndësishëm informimi, i vazhdueshëm,
Dhe mendoj se pastaj çdo gjë do të jetë okej dhe do ta kalojmë atë fazën e testimit. Ja, do ndalemi në pjesën tjetër te domosdoshmëria e informimit dhe asistimit të fermerëve, kështu që kjo bëhet edhe më shumë e rëndësishme në këtë proces të cilin ne kemi nisur dhe në këtë rrugtim të ri që po ndërmarrim. Rrugtimi është i hershëm në fakt, por mbërritja në destinacion është ajo që është domethënë në një tjetër fazë tani, që është çelja e negociatave, kështu që tani nuk ka më aspirata, tani ka vetëm punë dhe për të realizim dhe për të detyrimesh që kemi finalizuar dhënë vetes, po. Megjithatë, bjem dakord që një tjetër sfidë shumë e madhe është edhe parcelizimi i tokës. E diskutojmë edhe në jo pak raste sjellim në vëmendje edhe me ekspert faktin që ne kemi ferma të vogla dhe shumë e vështirë edhe në raport, jo vetëm në mënyrën se si funksionon sektori këtu, por edhe në raport me atë ku duam të shkojmë, pra tregun e Bashkimit Evropian, të shkohet me ferma të vogla, pra të ofrohet mbështetje për ferma të vogla. Kështu që ai kooperimi, ai procesi që nisi vitin e kaluar dhe që vazhdoi edhe këtë vit, me çfarë fryme do të vijojë në 2026, që do thotë do të jetë qëllim edhe bashkëpunimi mes fermerëve në mënyrë që të krijohen edhe duke i dhënë rëndësi kulturave të caktuara, por jo në mënyrë të fragmentarizuar. Sigurisht që do të vijojë grupimi i fermerëve dhe në vitin 2026, besoj, nuk besoj se fermerët kanë do të jetë në vullnetin e tyre sërish për të mund të jetë sërish edhe në vullnetin e ministrisë, por mund të jetë edhe në vullnetin e fermerëve. Do ta shohim këtë gjatë diskutimeve tona. Sigurisht që është shumë e mirë për fermerët që të bashkohen, dhe këtë e tregoj eksperienca e vjetshme dhe këtij viti, ku patëm pak a shumë të njëjtin numër grupimesh fermerësh të aplikuar, duke incentivuar dhe duke marrë dhe pagesën 100% të parët, pra ata janë fermerë cilët nuk presin të marrin këstin e parë dhe pastaj këstin e dytë, por duke u bashkuar si grupime fermerësh, duke bashkuar parcelat e tyre apo serrat e tyre, këta fermerë paguhen 100% dhe të parët. Gjithsesi, ajo që ne synojmë është që të shkojmë drejt Bashkimit Evropian me produktet tona cilësore, jo sasiore. Nuk mendoj që ne kemi mundësinë që të konkurrojmë tregje të mëdha evropiane me sasi. Por jam e bindur që këtë mund ta bëjmë me cilësi. Produktet tona janë shumë të mira, janë shumë të shijshme. Nuk e themi vetëm ne që i provojmë, e thonë edhe turistë të huaj që vinë këtu dhe realisht e shprehin këtë gjë, kështu që me cilësinë ne do kemi mundësi që të konkurrojmë realisht në tregjet e Bashkimit Evropian. Momenti që ne do të hyjmë në Bashkimin Evropian, prandaj duhet fillojmë të marrim masat që sot. Pra fermerët nga njëra anë për përfitimin e pagesave direkte, por nga ana tjetër edhe subjektet të cilët operojnë në fusha të ndryshme të agroindustrisë, duhet përgatiten për momentin e parë që ne do të hyjmë në një treg të pamasë evropian. Dhe konkurenca do jetë shumë e lartë 500 milion. Dhe e vërtet. Kështu që e vetmja mënyrë se si ne konkurojmë është cilësia. Dhe konkurojmë me cilësi me produkte cilësore që vinë nga fermerët e vegjël, këta fermerë që ne mbështesim nëpërmjet skemës kombëtare, dhe me projekte, investimesh cilësore nga ana atyre që janë agro-biznes. Nuk e kishim parashikuar që këtë bisedë të shkonte ka gjatë, megjithatë e fundit për të mos e lënë pa e cekur. Garancia sovrane, e cila ishte po ashtu një tjetër instrument në ndihmë të fermerëve. Në çfarë faze është, duke qenë se aplikimet janë mbyllur po ashtu në fund vitit, ka nisur që të marrin financim fermerët nga bankat e nivelit 2? Atëherë, garancia sovrane, ne kemi shpjeguar dhe vitin e shkuar që procesi i dhënies së një kredie nga Banka e Shqipërisë ishte ai fillestari dhe mëtej u pasua nga miratimi një garancie sovrane në fundin e korrikut të vitit 2025. Nga ana tjetër, bankat filluan me marrjen e aplikimeve dhe me thënë të drejtën ishin pak skeptike në fillim, po ashtu ishin dhe fermerët në këtë proces të kreditimit me bankat e nivelit të dytë. Çfarë ndodhi ishte që afati i fundit i aplikimeve ka qenë data 20 nëntor e vitit 2025. Aty fermerët, të cilët
u anketuan, u telefonuan nga ana jonë, po dhe nga ana Agrokreditit dhe Ministrisë Financave, filluan të shfaqin interes sepse e panë që realisht kjo është një kredi shumë e mirë dhe i vjen në ndihmë. E volitshme. Një kredi me 70% mbulim kolaterali dhe 2% interes është realisht shumë e favorshme dhe është kredia me normën më të mirë dhe se sa kredia e strehimit. Kështu që vetë bankat e nivelit të dytë nëpërmjet shoqatës bankave i kërkuan Ministrisë Financave dhe Bankës Shqipërisë mundësim për ta shtyr garancinë sovrane. Garancia sovrane do të jetë dhe këtë vit, është mirantuar me akt normativ me një buxhet 30 milion euro, që do të thotë dhe ky buxhet nëse i shtohet buxhetit të bujqësisë, sepse është e dedikuar për bujqësinë, e çon buxhetin në çdo moment, fermerët, ata të cilët kanë nevojë për mbështetje, për financim, kanë nevojë për financim dhe kreditim në bankat e nivelit të dytë mund të shkojnë dhe të aplikojnë për kredin me garanci sovrane me 70% mbulim kolaterali dhe 2% normë interesi. Do jetë e vlefshme gjatë gjithë vitit 2026. Ka shumë fermerë të cilët kanë shkuar, ka shumë dhe nga ata që e lanë për momentin e fundit, për ditën e fundit, por kredia nuk është njësoj si aplikimi pra një institucioni që merr kohë për shqyrtim. Bankat kishin afat vetëm një muaj për disbursimin dhe kjo i pengoi në disa raste aplikimesh, por është realisht një instrument i cili ka filluar të japi ato filizat e para dhe është shumë i pëlqyer tashmë si nga ana e fermerëve dhe nga ana e bankave. Sepse rrëzon edhe stigmën që mund të kenë fermerët sa i takon qasjes drejt sektorit bankar. Është e vërtet. Dhe realisht një kredi e cila shkon deri në 250.000 euro, mbështetja për një fermer. Për një fermer, për një subjekt, me një normë interesi 2% dhe me grace period një vit, pra fermeri apo subjekti për një vit nuk ka nevojë që të paguaj interesa ndaj bankës, sepse ka një periudhë, le të themi, që ai duhet të kryejë investimin dhe të fillojë të gjenerojë të ardhura në mënyrë që të paguajë kredin. Mendoj se është shumë e favorshme dhe do të jetë shumë e suksesshme. Okej, mirë, unë ju falenderoj sepse kemi britur në fund. Faleminderit, kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit edhe. Do të shkojmë në pak publicitet dhe do të flasim në pjesën tjetër mbi ato që e cekëm pak, domosdoshmërinë që fermerët të jenë të informuar dhe të asistuar, qoftë në raport pra qasja e tyre ndaj institucioneve, por edhe në raport me tregjet. Pak publicitet dhe rikthehemi sërish.